Julian Sinanaj, vrasësi me pagesë, vijon t'i konfirmoj prokurorëve të krimeve të rënda dëshmitë e tij. 30 vjeçari ka kaluar më së miri testin e hetuesve për saktësinë e qitjeve të tij, duke i dhënë një armë të ngjashme me ato që përdorte në poligonin e ushtrisë. Sinanaj ka qelluar në distancat 20 metra, 40 metra dhe 50 metra duke mos gabuar. Vrasësi me pagesë akuzohet për vrasjen e peshkatarit Sokol Veizaj dhe biznesmenit Agron Çela në Vlorë për eksplozivin e vendosur në automjetin e prefektit të Vlorës Besnik Dervishi, shpërthimin në hyrjen e apartamentit të Ardian Kollozit, si dhe vendosin e eksplozivit në 2 raste të tjera. Sinanaj ka ndryshuar qëndrim për 20 vrasjet e kryera me pagesë në Greqi, të cilat pas arrestimit pranoi se i kishte kryer me pagesë. 30 vjeçari ka rrëfyer edhe vendit ku i kishte hedhur armët pas vrasjes së Veizit dhe Çelës. Policia ka sekuestruar 2 pistoleta, një automatik Skorpions dhe një pushkë të Sinanajt, por që nga ekspertiza balistike, këto armë nuk rezultojnë të jenë përdorur në ndonjë ngjarje tjetër kriminale. Sinanaj ishte vrasësi kryesor i një grupi që kryente ekzekutime me pagesë. 2 menaxherët e këtij grupi, Andon dhe Genis Mëhillaj, janë në kërkim, ndërsa në pranga është edhe ekzekutuesi tjetër i tyre, Ndriçim Gjikona. Policia ka arrestuar edhe 2 biznesmen porositës të atentateve, Marion Mitron dhe Ilir Karçanin. Mitro akuzohet si personi që kërkoi vendosjen e eksplozivit automjetit të prefektit Dervishi për 20.000 euro. Atentat, i cili u parandaluar rastësisht nga konstatimi i lëndës eksplozive në një kontroll të rastësishëm të automjetit nga Garda e Republikës në oborrin e kryeministrisë në Tiranë, ndërsa biznesmeni i portit të gazit të lëngshëm Karçini akuzohet se kishte porositur eliminimin e rivalit të tij Piero Bare për 120.000 euro.